Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës Demi, të bëjmë leximin e radhës të dashur Demër, dhe më të parën shikoje që në përgjithësi leximin tënd që kjo javë nuk kërkon që të bësh shumë. Në fakt kërkon që të shohësh qartë, të forcosh qëndrueshmërinë tënde dhe të rikthesh rregullin në jetën e përditshme. Hëna tregon njergull, mendimet dhe pasiguri në vendime. Mund të ndihesh sikur diçka nuk është e qartë, të dashur Demër, ose sikur nuk po merr informacion të plotën nga të tjerët. Kjo letër të paralajmëron që mos vepro menjëherë. Priti derisa faktet të dalin në dritë. Kujdes me gjykimet e nxituara, sepse disa situata nuk janë ashtu siç duken, që mund të japin besim menjëherë në të parën, por që nuk është ashtu. Nën të zjarrit vjen më pas për të treguar që edhe pse ndoshta je e lodhur duke u përballur me të njëjtat sfida, mos harroni Demër, keni forcën për t'u mbajtur dhe për të quar deri në fund çfarëdo që të jetë në jetën e juaj. Mos u tërhiq tani, edhe nëse duket sikur gjërat s'po lëvizin, që thamë nga ana nuk janë të qarta. Kjo fazë kërkon durim, qëndrueshmëri dhe vetbesim të dashur Demër. Ruaj energjin për atë që ka vërtet rëndësi, jo për çdo shqetësim të vogël. 7 të tokës, shikoni janë këtu ca lule diell që janë tharë, paralajmëron për mbi ngarkesë dhe konsum të tepërt të dashur Demër. Ndoshta ke dhënë më shumë se ç'ke marrë, pa ndoshta fare se fotografia e tregon, por që e keni harxhuar, e keni konsumuar veten për diçka që ndoshta dhe nuk ka sjell atë që keni dashur në punë, në marrëdhënie apo në angazhime personale. Është koha të tërhiqesh pak, të dashur, të tërhiqesh pak dhe të rimbushësh rezervat e tua, si do apo për çfarëdo që të bëhet fjalë. Mos kërko të bësh gjithçka vetë, planifiko më mirë, shpërndaje barrën që ke mbi vete, që të mund të t'i përballoni gjitha këto çfarë keni në kohën e tashme apo në aktualitet, në aktualen të dashur. 8 të tokës tregon që mbyll javën absolutisht me një energji të qëndrueshme. Pas pastrimit të mjergullës dhe shkarkimit nga lodhja, vjen momenti për organizim të mbrëmshëm dhe praktik. Sikur ju këshillon të rregulloni orarin, financat, hapësirën e punës apo prioritetet i zgjedhni të dashur Demër, kur sistemi yt është në rënd, gjithçka tjetër ecën me qeta. Pra, për ta përmbledhur kështu praktikisht, mos beso në çdo përshtypje, kërko fakte. Mos u dorëzo nga lodhja, për mos harro dhe t'u pushosh. Të gjitha t'i bëni, hiq dorë nga gjërat që të lodhin dhe nuk të kanë dhënë apo s'po të japin rezultate. Në thelb kjo javë për Demin është për qartësim, vetë kontroll dhe rikthim të ekuilibrit. Në vend që të shtysh më fort, ndalo, shiko ku ke humbur energji dhe rivendos sistemin. Kjo është mënyra më e sigurt që të mos shterrosh, por të fitosh në terren. Do të thotë të japim aty ku vërtet shohim rezultate. Mos të lodhemi diku ku vërtet nuk ne jap asgjë. Dhe kjo ju bën që të kuptoni që jo çdo luftë ka vlerë për të luftuar. Të dashur Demër, prandaj mos harxhoni energji, nga që është duke u futur vetëm në mjergull më të madhe dhe gjithat energji që mund ta përdorni për diçka shumë më të mirë, jeni duke e harxhuar kot.